Në samitin e Bashkimit Evropian në Tiranë mungoi një njeri i rëndësishëm, kryeministri grek Kyriakos Mitsotakis, dhe mungesa e tij nuk ishte as teknike as aksidentale, e ishte politikisht e qëllimshme, por menjëherë pas kësaj mungese të dukshme, media pranë Edi Ramos e drejtuar nga Baton Haxhiu u mobilizua për një alibi të shpejt, duke deklaruar se Mitsotakis kishte një angazhim të minutës së fundit në OKB si kreu i Këshillit të Sigurimit. Por e vërteta është tjetër, portali zyrtar i Bashkimit Evropian kishte publikuar prej kohësh listën e përfaqësuesve të shteteve. Edhe për Greqinë nuk ishte planifikuar Mitsotakis, por presidenti i Republikës Konstantinos Stasoulas, një figurë protokollare që nuk zhvilloi asnjë takim politik real në Tiranë, e që në foton familjare u vendos në rreshtin e tretë për të mos thënë në margjin. Kjo mungesë demonstrative nuk është thjesht ftohje, është shenjë, edhe sinjali është i qartë. Greqia nuk e njeh më Ramon si partner të besueshëm. Raporti i përkeqësuar pas arrestimit të Fredi Belerit, zhbërjes politike të Vangel Dules edhe mbylljes së çdo dere për ndërmjetësim Athinë-Tiranë ka kaluar në fazën e veprimeve. Në sfond është një plan që tashmë ka dalë në sipërfaqe. Fredi Beleri pas zgjedhjeve ka bërë thirrje për largimin e Sali Berishës dhe riformatimin e opozitës, por mesazhi ishte më i thellë. Athina po përgatitet të ndërtojë vetë opozitën shqiptare për të kontrolluar çdo kundërpeshë ndaj Ramos. Kjo nuk është vetëm retorik. Në një nga mitingjet e fundit të Partisë Demokratike, një mbështetëse e Belerit i duroi Kris Lasivitas një fanell me flamurin grek dhe mbishkrimin Shqipëria madhështore. Mesazhi ishte i qartë: Lasivita nuk është këshilltar i Berishës, por produkt i lobit grek. Edhe nëse është kështu, atëherë nuk kemi më të bëjmë me një garë politike, por me një përplasje gjeopolitike të kontrolluar nga jashtë. Burimet diplomatike konfirmojnë se në skenë është futur një plan konkret për të prodhuar një lider të ri të opozitës me mbështetje nga Greqia dhe Europa. Një emër që përmendet shpesh është Indrit Nina, një figurë e promovuar nga qarqet diplomatike dhe e lidhur me përfaqësimin e linjës greke në Shqipëri. Nëse ky plan del në dritë, atëherë Berisha do të shpallet i konsumuar dhe Lasivita një lëvizje tranzitore. Ndërkohë SPAK do të presionohet për të hapur një rast penal mbi Ramon, duke vendosur vendin përballë një krize të menaxhuar nga jashtë që do të justifikonte zgjedhje të parakoshme në vjesht. Edhe deklarata e Ramos për protektoratin italian nuk ishte e pavetëdijshme. Ai ishte një thumb kundër Greqisë dhe një përulje e hapur ndaj Giorgia Melonit, e vetmja që e ka mbrojtur Ramon në Bruksel pas sulmeve për çështjen Beleri. Por kjo mbrojtje nga Meloni është e kufizuar dhe Athina tashmë po luan planin B, ridizajnimin e opozitës, kapjen e kupolës së drejtuese dhe krijimin e një fronti të jashtëm diplomatik për rrëzimin politik të Ramës. Rasti është serioz, sepse Greqia ka më shumë instrumente se çdo aktor tjetër në rajon. Ndikim në komunitetet minoritare, ndikim në media, akses në sistemin diplomatik të BE-s dhe sipas informacioneve lidhje të forta në segmente të caktuara të drejtësisë shqiptare. Ndaj mungesa e Mitsotakisit në samit ishte shpallje e heshtur e luftës politike ndaj Ramës. Nuk ishte mungesë agjende, por mungesë respekti, edhe ndoshta fillimi i një ndërhyrje të re në strukturën e brendshme të opozitës shqiptare.